Përshëndetje shikues të nderuar. 705 është numri i emisionit, po fillojmë sezonin me vonesë, po jo, dashta edhe me pushu dhe unë pak i shkreti, edhe mi u kallzu dhe ma intimishtu. Shka me bo, bro, me të më të fole. Thirë profesora, thirë doktore, thirë sociologe, psikologe, nuk bo pun, na kanë tranu politika, kanë përqa popullin, pike 5 kanë bo. Por, konsultohëm me shumë njerëz, edhe theshin, nisja, jo që më dojnë mu, po unë pëti me zgjedhë Musafir. Shkja është aftësia jeme. Urime pavarësia. Sonte kemi një temë hynore, unë e shuj. E nëse do një emision të pavarësis, kështu festive kemi pas para 2 viteve, keni në YouTube, aty ka muzik, ka janë 23-4 Musafir, ka deklaratet e persona me mendikim botnor që i ka ndihmu Kosovës, Walkeri, Lordi George Robertson, plot kemi. E sonte kemi një temë tjetër të posaçme. Por, para se më shku me iftu Musafirt, do më uru pavarësinë gjithë shqiptarëve, të cilët e dojnë Kosovën. Gjithë shqiptarëve të cilët e dojnë Kosovën. Se fatkeqësisht jemi dëshmitar, peshojmë gjithë kjo rrejtë shikues të nderuar në mes popullit tonë. Nuk juroj aty në që i rrehin gratë. Nuk juroj nxënësave që se mësojnë, që e shajnë mësuesen. Nuk juroj mësuesve që nuk sillen mirë me nxënësa. Nuk ju urojmë askujt që është i korruptuar. Nuk jurojmë aty në që nxisin urrejtje në rrjetet sociale. Nuk jurojmë asni politikanit, se asni politikan nuk është dalë me thonë mos nxitni urrejtje. Asni politikan nuk e kumni me dalë special conference për shtyp, klap, krejt, pozit, opozit. Me thonë ju lutëm popull, mos shani në rrjete sociale. As ju militantat e mi, ky qetri i partiz vet, as ju militantat e mi, nuk bojnë kësi sene. Nuk ju urojmë as mjekve eventualisht që janë korruptuar, të cilët unë i quaj heroj se punojnë me rrogat vogla. Ju urojmë gjithë mjekve të mirë. Çdo shqiptar i të mirë, çdo njeri i mirë është shqiptar. S'po du me thonë ato të kundërtën. Gëzuar. A disha kena hek? Edhe s'du të me na mundu kompleksi nëse dikush s'ka mujt me kontribu gjatë luftës. S'du të me na mundu kompleksi që unë s'ku mujt me kontribu. Jo në luft, qoftë edhe një buk mja jap. Një ushtarit u që kësë, ose mësusve rroga që i kanë pas 3-4 marka. Nëse s'ki pas mundësimi po që ata, mos u një keqë dhe më të duk vetja inferior ndaj shtetit Kosovës, a hajtë ta shtashojnë në shtetin e Kosovës. Jo, bablok, se kemi institucione. FSK, policia, OKIA, gëzuar. Gëzuar mësus, gëzuar mjek, gëzuar të gjithë shqiptarët. Që dojnë Kosovën dhe shqiptarin? Gëzuar. Faleminderit. Emocionet posaçme sonte. Art Motion. Art Motion. Kë gjigant që kresh që për ta bëj. Kë gjigant televiziv. Faleminderit. Sponsori jon, miko jon i dashur, tashmë tradicional, Interex. Faleminderit shumë, Interex. Interex gjatë kësaj jave ka ofruar zbritje të veçanta për Shën Valentinin. Bashkë sonte ku për transmetohet dita të dashurorëve. Dashurojnë Kosovën. Se për të dashurën dhe të dashurën tuar, mas ne metët kohë më shumë. Kthehemi. Interex gjatë kësaj jave ka ofruar zbritje të veçanta për Shën Valentin. Megjithatë, ofertat dhe zbritjet nuk mbarojnë këtu. Në vazhdim për nder të festës së pavarësisë, Interex do të sjellë ofertat shumta me fokus të veçantë te produktet vendore, duke mbështetur prodhuesit tanë dhe duke u ofruar konsumatorëve cilësi me çmime të volitshme. Mos i humbisni këto oferta, sepse Interex është gjigant, ekstra mirë, ekstra lirë ky brand i madh i marketeve në Kosovë. Interex. Faleminderit shumë. Musafirët na kanë ardhur. Tema është e ndihshme.
ekskluzivisht na vjen një motër jona, none jona, qike jona, shoqe jona, kolege jona, mbi të gjitha është shqiptare jona e Kosovës, heroin e gjallë, shqyqër zot që kemi gjallë, edhe vjen sonte, në rëfen, në të regon për vujtjet e saj, për dini qëfar mësafir është mbjetuar e dhunës seksuale që ja ka bu armiku, Serbia, në Kosovë, vjen sonte në emën të plot e për plot grave, edhe kemi më mundu bashk, jëm taku 2 herë, sot është hera 3, me to 2 herë kjo më ka jap zemër mu, se më do ke vetja i ligë, qyshun, ju më do ke, po jam i ligë, qysh s'ko mujt, edhe une mi shpëtu këta, mes mi lonë me ra në duar të armikut edhe mi përjetu atë traumë të madhe të dhunimin seksual. është patriote, se o ka vjentu, ka ardhë me fol, ka ardhë me kalzu, që të gjitha ato nëna motra shoqe, që gjitha ato qikat shqiptare që kanë përjetu një akt që njerëzor të tjilë nga armiku, me u qelë rrugën marrë me kalzu. Pse me kalzu? Me kalzu mas pojë me u shliru për veti edhe me vazhdu akti heroik për Kosovën tonë. Besoj që më lenë edhe mi falenderu se është qësi tipi. Ftyren ju s'keni mja pa, une po, kretë nga këtu e kemi pa, ma vonë kemi mi vetë mi pytë drejtoreshen e Medika Gjakova, shoqen time të feminisë, që jam krenar, jo shoqen time të feminizme, familjarën time të feminizë, se mi rritë në 2 aborra, po pa derë kështu. Kënë ato dyrët e vogla që i milon qelë 24 orë, 50 vjetë. Dhe kemi mi pytë, më pëlqen një akt shumë interesante, këtë stafi jonë këtu, ma sjolli Linda me i nënshkru. Linda ka emrin të qika e drejtoresha e Medika Gjakovës, në shtini me nënshkru një deklarat konfidencialiteti, që dhe me këna nuk të flasim më kërkam ku shka qenë sonte mësafir bashkë me Lindën, edhe këto nënshkru me ne, këto 2, sonte kemi 2. Shtu që fatës, më imi qujt, po në jem krenar që jenë gjë Lindën familjarisht, bëtë se navni babën e vetë, të të nësret njënën e vetë, artën dhe artanin motra dhe vlavi i Lindës, familje respektunë në Gjakob, edhe jam i lumë të që kjo e drejton këtë organizatë, që lufton për gratë tona, për nonat tona, edhe i besoj 100%. Pra është kjo me Linda Sada, unë e thiri Linda, e këtë motrën tonë, unë ja di emnin, po a disha kam i bon sonte me emna, po s'du më thonë, a sonte vish me kajtë, kemi edhe me kesh. A ti ftaj në skenë, qëtu i kam, gjenë skenë, një tash emnin heroinës, Linda dhe Rilinda. Hajde. Kamera manë mu, dhe e sa t'ullëm, kjo është Linda, falimderit, tash lirohu, falimderit që nga kjo është Rilinda, e tash ku t'ja nisi une me emna, na kemi bisedu, falimderit shumë që në ardhet. Linda dhe Rilinda, ose që tash pja nisi emnin Her Art, Her Zan. Lind, Zan, që shë ka fishta atë sa bukër. Zan, e atë këndojmë, që u liga. Së mund ta mi thonë fishtën. Hajde një mamë, të si ma fort. Një mamë, sa të e atë këndojmë. Jo, e atë vajtojmë, da shta me thonë. Zdojmë a vajtojmë. Ja. Ujmë heki, artën e kemi këtu. Hyrije, mirë mrama mirë se erdhe. Shikus të ndërër, e zonin, se datë joni dashur, pak kemi thonë që dojmë janë ndryshu, apo, Arta? Po. Edhe ftyrën e bojmë me blur, që, do më thonë një pishini që është prezent, edhe ma bojnë vesim, ose tash e vesim Linda, pse mja bo ftyrën me blur, edhe pse mja ndru zonin, kësaj farë bukuroshe.
ftyrën me blur. Ende në shoqërinë tonë nuk jemi të gatshëm që të gjithë të dalim me ftyrat hapura. Për shkak se ende stigma është shumë e madhe dhe shoqëria ende i gjykon për atë çfarë ju ka ndodhur gjatë luftës. Kjo është arsyeja pse duhet edhe zëri, edhe fytyra, pa asnjë të drejtë të bëhet me blur edhe zëri të ndryshohet. Po shpresojmë që shumë shpejt, kur kemi heroina dhe trimnesha, si kur zona, ne do dalim edhe me ftyrë të hapur, edhe me zë të pandryshuar, dhe do t'ju tregojmë botës, por i vendit tonë, pastaj botës, që ne jemi heroina, edhe turpi është në anën e keqbërësve, nuk është në supet tona. Po. Unë e kom pa gatishmërinë e Shqipes që për pak të këtë du me dalë me ftyrë, krejt komplet të këtë du me dalë. Por, kur konsultu me keni edhe psikologën e juj, atje edhe është okej qështu. Me tje, du e hadu për të qëtësu, ta shina po shokë, mu më doka që më rritë me ty. Edhe mu më doket që me pas e antar të familjes teme. Pa shumë sot besoj edhe me plot dëshiren jam marrë sot në studion tonë. E pse më beson? Pse të besoj? Se shumë qërë që ka pse të besoj ty. Je njeri drejt për drejt, je njeri një artist shumë ka nevoj Kosova po një njeri si kur te satësi këtu balë për balë me mu. Se shumë është e vështirë një histori më full për balë një personi që është vetëm 3 herë. Po, ne është madhe kam besimin, edhe emisioni jotë o shumë i shikum, o shumë i dëgjum. Kam qef, se shumë shoqet mija, se janë të e vujnë brenda vetës, edhe nuk mujnë me aspjegu se do pak dikujna, më bo zoni tyve. Me marrë edhe ato hapin, me artë të me pasat qatë bindjen që qushe ka mund mrenda vetës. Me pasat edhe ato. Derën qeli kini, edin edhe Linda, edin edhe krejt nonat edhe motrat tonat Kosovës, e të Shqipnisë, ku ka shqiptar që këtu është qel, dera hapur edhe fol shkat ta dën shpirti. Krejt pa asnjë cenzur, se di pse? Se jam shqiptar, sot e krenar. Nuk tut në pikërkuj, se di pse? Se jemi pastër. Shtu që faleminderit që na kanë. Po. Veç je i pastër, në çdo aspekti je shumë i pastër. Je në thash edhe më herët që Kosova ka shumë nevojë për njerëz si ti. Këti bojmë bashkë. Po. I kom thonë edhe atë. Edhe atë ditë ju kom thonë kur u takum edhe me plot gra tjera, që sonte veç Tina na ka ardhë, po kur u takum me plot gra tjera, kom thonë nëse ka shini të nevojshme ta, jo të arsyshme, gjithmonë ka arsy. Nëse shini që na për mujmë me një mund, dishka Linda, për mes emisionit, gjdo javë, mujmë me bo dhe rubrik për ju dhe shkat të dëni. Këtë emisionin e kom, unë e për thomë për qef, për ta kom për shpirt. Shumë pandere për ideja. Është një përkraje shumë e mirë për ideja që e marëm na. Për ideja, është një përkraje shumë që t'jep forcë, që ku më drejtu edhe ku më besu. Kina me folë sonde më u knaq. Po. Më u knaq, më u shgjeruj. Që shkajta atë natën atje, ku kem Medika Gjakova u qushi kusë të ndëruar të më shtrëngojt, ja të më dha zemër, tha, qubra tha se s'ko ke burë, bre. Edhe pse u ka në knatësi shumë e madhe, besimet po në ty mati, ko gjamoti ko. Po që më pru mundësia erdhat posh, drejt për drejtë, tretën takim është me ty sot. Edhe në tretën takim ka me të zbulu shumë për jetën teme. Okej, tash, Linda dhe Fatlinda. E ndërtojmë për qef, zane që jemi, ku najtëm atë detë në zyret e une, ku najtëm të ju që kemë në Gjakov, ku jemi taku me plot herë tjera dhe me Linden edhe me gratë tjera. A s'na thu një historik të Medika Gjakovës, e cila dhe jep kontribut të jashtëzakonshëm. Ndërkohë të bëj pyetje se kjo bukuroshja këtu që kemi, kjo nuk është i Gjakovës.
më kalon për shtypje, qysh përshkreshit prej një qyteti, gratë dhe dhununet tona për një qyteti, shkojnë konsultohen për organizatat, në për qendrat të një qyteti tjetër, dhe prej një fshatit të një fshat tjetër, se nuk guzojnë me shku në fshatin e vetë. Do të arrahim edhe këtë tembin. Po, pa tjetër. Besim, më lejo të ndërlidhem të besimit e ti. Ti e njeriu që emri jut përkon shumë me personalitetin tonë, edhe vetë emri jut besim, ka kriju dhe jep besim, jo vetëm të ne, po në gjithë Kosovën edhe mbar shqiptari. Kështu që të falenderoj shumë për personin që je. Linda, faleminderit, u kënaqëm të u lavdu, po thash Jo, e te ka, okay. është një realitet. Po, për mua ma shtimi me i pranu këto, Po, me i rregull, dëgju. po, ka rol që përkon emrin me personalitet. Ani juve për ju përkon Linda dhe Rilinda. Po, pa tjetër. Medika Gjakova. Medika Gjakova është një organizatë e cila merret me përmirësimin e shëndetit mendor edhe fizik të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës, gjithashtu edhe për integrimin e tyre në shoqëri. Më thonë, Medika ka fillu punën, stafi Medika Gjakovës ka fillu punën që nga 99-ta, mirë po si organizatë ne jemi regjistru formalisht në vitin 2011. 2011. Po. Qendra është vendosur në Gjakov nga Medika Mondiale. Medika Mondiale, kush është? Me seli në Gjermani, ku më lejoni të përmend një zonjë e cila është Monika Hauser, e cila ka kriju Medika Mondiale, edhe gjitha medikat në përbot që janë sot. Monika Hauser është kjo lindë me ty në Monika fotografia. Hauser, kjo është edhe fituese e çmimit alternativ për paqë, Nobel për paqë, Që. pikrisht për punën që kjo ka bënë në barë botën për të mbjetuar dhunës seksuale të Kjo luftës. bën me për E shpirtit bën për veta. shpirtit. Është një, më lejo pak një histori Sa të të vogël. dush, jo pak sa të dush folim. Është I një tha shqipës pas 3 orë, 5 orë sa të kish qef. Shumë falenderoj. Vazhdojmë lind? Është një ginekologe gjermane, e cila ka qenë të punu në spital në Gjermani në Köln, dhe kur ka fillu lufta në Bosnjë e Hercegovinë, kjo ka pa në televizion, në spitali që janë televizionet, edhe ka pa gratë dhe vuajtjet e popullsisë civile në Bosnjë, edhe pa mendu 2 herë, ka hek mantellin e bardhë dhe ka shku të drejtori i spitalit dhe ka thonë, ky mantell, unë e do japi dorëheqje, pasi që vendi im nuk është këtu, po është në Bosnjë e Hercegovinë. Do shkoj t'ju ndihmoj grave të cilat përjetojnë dhunë në vatër të luftës. Pa. Që është i konsideruar shfar njerëz jep bota. Po, Edhe pastaj Monika me shumë vështërsi ka mrrin Bosnjë e Hercegovinë, edhe aty e kanë orientu në Zenicë, ku ka qenë një vend pak më i mbrojtur nga trupat e Bosnjë dhe Hercegovinës. Dhe aty, kur kanë fillu me pru popullsinë e vuajtur, sikur gratë të dhunuara, kjo si ginekologe ka ndihmu, po ka ardhur një moment që nuk ka mujt më tepër, sidomos të lindjet me operacion, apo dhe lindjet më të vështira. Kushtet nuk i ka pas. Edhe atëhere ka zbashku me një shoqet vet, ka kërku në Gjermani që të regjistrohet organizata Medika Mondiale, në mënyrë që nëpërmjet organizatës Medika Mondiale të sjellë ndihma në Bosnjë e Hercegovinë, ku është kriju organizata Medika Zenica. mas pore du më thonë në Zenicë. Zenicë. Edhe pastaj ka fillu, ka pru donacione, ka ndërtu një sallë, ku ajo ka mujt me ofru ndihmen grave të mbjetuar dhunës seksuale, të cilat i ka ardhur koha lindjes, qoftë edhe si pasojë e dhunimit, se ka në Bosnjë shumë fëmijë të cilat janë pasojë e dhunimit, ka ndihmu gratë, edhe sikur ta dëgjosh historinë e Monikës, atëherë me të vërtet është një film në vete, pasi që shumë ka pas vështirësi për me dalë prej Zenicës, me i marrë gratë të cilat kanë përjetuar dhunë, edhe me i sjell një Zenicë për me ofru shërbimin. Prej aty mandej është kriju Medika Zenica, e cila ka ofru dhe shërbime të tjera, kështu që ka ndodhur edhe me Kosovën, kur ka fillu lufta në Kosovë, Monika ka, së bashku me ekipën e vetë, ka shku në Tiranë, në kamp, edhe aty ka kriju Medika Tiranën. Edhe pastaj, kur ka përfundu lufta, ka ardhur në Kosovë, edhe është vendosur në Gjakov si një qytet i cili ka qenë shumë i damtuar gjatë luftës në të gjitha aspektet,
dhe ka kriju qendrën Medika Mondiale Kosova. Prej nga pastaj kanë dalë 2 medikat, Medika Kosova dhe më vonë Medika Gjakova. Në vënë, 2 medikat janë në nëmbrellën e Medika Mondiale. Kanë qenë, atë në nëmbrellën e Medika Mondialis, mirë po sot jemi 2 organizatat pavarura. Ne kemi shumë bashkëpunim të ngushtë me Medika Mondialen, edhe kemi partneritetin ma të ngushtin, pasi që këta stafi jonë profesionist në Medika Gjakova është staf që punon prej 99-s. Okej. Domethënë prej asaj kohe. Edhe kështu që janë nda, edhe kanë kriju 2 qendra, pasi që nevoja është shumë e madhe në Kosovë. Ne jemi 4 organizata që ofrojmë këto shërbime në Kosovë. E mendoje sa ma tepër nuk është mjaftueshëm. Pasi që ka punë shumë për të ju ofru shërbimet të mbjetuarve të dhunës seksuale të luftës, pasi që shteti nuk është aq i fuqishëm që t'i ofroj shërbimet të cilat ne si organizata. E tash doj monal që tha shteti nuk është aq i fuqishëm. Jo folim, unë edhe tina folim për politikën nëse është ngath në rastin e motrave tona. Për shtetin për marrë fjallën unë. E mas në dolim të fajtori profesor, Serbia që nga ka bo. Po mos të ishtë presidenti atë Fete Jahjaga, unë sot nuk do të isha këtu balë për balë me ty. Shka ka bo ati Fetja? Ati Fete Jahjaga e ka jap zonën për gratë e dhununën në Kosovë. Edhe ato u vendos që me mbrojt, me përkra, me vazhdu. Po, deri me sot, besem, kur as ne nuk vjen me të përkra, as me të këqyr, as me të ndihmu në asë në loj aspekte. As njona qeveri dhe i sada? As njona qeveri. Shka e të polve? As e para, as e mrona. A keni provu Shqipe me kontaktu me ta? Po, shka kanë thonë? Kum pas provime, kum pas drejt për drejt kontakte me ta, kum fol me ta drejt për drejt, po pa marrë parasysh, kur unë kum dasht, shteti më ndihmu mu. I kum lyp në dim, qësh e ka lypa i gjdo fakt, i kum qënë ndihma me thonë që kam nevoj unë. Shteti kur nuk t'u ka përgjigj, ashtu që shdohet. Shteti nuk llogarit neve se në bjetuara. Kur jam ka drejt për drejt kontaktin me ta, kur e kum pas, ka thot, po, ju ndihmojnë, e keni përkrahjen tonë. Kur e kum provu ndihmen, edhe kum qu me dëshmi që mos me harru atë premtimin që e kanë vonë, e kum qu edhe me dëshmi, me thonë që që unë jam kjo, me letër, s'ka përgjigja. Përgjigja u kanë negative. 3 herë në shtetë kum lyp ndihmë. 3 herë shteti e refuzim. Çfarë ndihme ki lyp? Besem unë e kam një biznes temin, punoj familjarisht, punoj me burrin edhe me fëmin, është biznes kogja vjetë, ai biznes unë ka një mu shumë njëtën teme, edhe për ata atë biznes e du shumë. Se ai biznes unë ka bo më të fort se sa jam. Atë ka bo më të fort që ki fitu pare për bëj pyetje të budalve, për me të qelë ty teren me folë për shef, tonin, apo të ka bo më të fort që ki pa që ti ki ku mu mbështet, ki ku mu zhvillu, si personalitet me dhe me tej. Më të fortën unë ka bon ajo punë që e kum hek vëmendjen për ato që unë ka ndodhë mu. Unë ka bon me hek vëmendjen për jasajna mos me kujtu të në kohën. Se e kum pas shumë të fështirë me një kohë, u ka një kohë shumë e përcaktume, se u ka shumë e fështirë jeta. Masi ja kum njësë më marrë me biznesin, e kum di që muna me ka dikushje, muna mu bot dikushje, nuk muna me ra gjithë për toke, po ka mu ngrit me qito, edhe më ka jep besim vetë vete shumë. E sot dhe asoj ditën jam pri biznesit tem, këtu, ka që fort. Normal, përkrahja me Medika Gjakovës. Është po atë shumë sa më ka përkrah me kanonin në këtë karrikën sot ku jam këtu për bolteje. Edhe të kompa që lindin e dënë shumë edhe psikologën e juj, shikus të ndërro, që shikishin si shoqe, si njona. Sikur një motor edhe një vla, nashta s'mujnë me pas kontaktet më të ngushta, se sa na, se jena na derë.
Dera me Dika Gjakovës u hapë për neve, edhe u hapë me një zemërgjatësi shumë të madhe. Na ka bën një pritje jashtëzakonisht që as unë nuk e kisha mendu kur në jetën teme, që kam e konë njëri për para me të bën qatë pritje. Ush një staf shumë i mrekullueshëm. Ush një staf që na ka ngritë shumë. Edhe pse unë nuk jam me ati rajoni, jam krejt tjetër ka, po ma detyron puna me shku atje. Shkaku që mos më njoft te komuna jem, se në komunën tem po është një organizat. Po për shkak si jena shumë ofër ati veni, unë e dojt me marrë me orë me shku në Gjakovë. Po nuk jam pishman kur besim, se e kum qelë një dirë që më ka prit me kratë hapën, edhe më ka bon me plot besimin ku jam në sot këto. Më ka ndihmu shumë besim, se shumë kum pas nevoj me pas kontakt me njerëz, kum pas nevoj me fol me dikan, kum pas nevoj me nejt me dikan, me kallëzu dikujna sa shumë përvojën mbrana vetës, prej, muna më të përgjigjë, prej moshës 19 vjeçare kum vujt. Shumë kum vujt, deri në 2017. Do më thonë, mas luftës, edhe 18 vjetë, Po, ti e ki majtë mrena s'ki fol më kërkon. shumë e vërtet. Kum pas shumë nevoj me fol me dikan. Kum pas nevoj me aspjegu dikujna ato që ka jam të e vujt në brenda vetës. Se jam ka vesh një thmi. 11 vjeçare ke qenë kur të kanë dhënu Po, Serbët. po, 11 vjeçare. Që në atë kohë nuk kem dit as çka është dhunë. Unë, si për vetin, nuk e kum dit as çka është dhunë. Nuk e kum dit as çka u të ndodh me neve. Është një diçka kush e ka përjetu, edhe kur të fol dridhet. Është një diçka që kur nuk e di që është me ta spjegu, tamam që ashtu që është poduan ty me ta spjegu. Është një diçka që e vu shumë mrena vetës. Një flak mrena. Një flak. Flake që të mete nuk shymet kur. Edhe pse boll munona më shyma ajo flaka, munona me punë, munona me pas kontakt, munona me ful, me hec, puna fizike unë një mund shumë. Drejtimi ku unë kam qatë biznes, unë një mund shumë, po prap, e një mrena vetës shumë. E kur përshkonin me dik, atje, qetësohesh. Shumë. Qetësohesh, i ki psikologën tane, i ki këshilluset tua, e boj një pritje shumë të mirë, në mojnë çdo lloj aspekti, ta relaksojnë komplet trunin, sa na kena nevoj mas shumëte me pas relaksim truni pak, se gjithë truni është i ngarkum. Shumë mirë e kalojnë atje. E këto në emisiona ju bëjsh hamirën e politikanëve ku ti thjesht lapim. Për këta, çdo herë më ke pëlqy. Për këta e kum pas ëndër me ka një emision të te. Gjithë ëndër e kum pas, edhe knatësia shumë e madhe u kanë se ti i thu drejt për drejt ato që kam e thonë. Edhe unë e kam shumë qef me thonë ato drejt për drejt çka është. Shqipja promeni Linda Atifeti Jahjagën ti ki shoqe të ngushtë. Pse e lavdoj Atifetin? Unë e du shumë e çmej shumë, po për ta bëjnë këtë formë pyetjen. E lavdoj Atifetin për shkak se Atifeti me të vërtet ju ka ndihmu edhe e ka një zemër që është në të mbjetuarve. Ajo është e familjes patriotike. E bën nga zemra saj, nuk e bën për asnjë interes edhe në ditët e sotit. Ne kemi pas fat në kohën kur është bë amendamentimi i ligjit që kemi pas një presidente grua, edhe pikrisht zonjën Jahjaga, e cila me të vërtet ka kriju Këshillin Nacional për të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, ku na ka sjellë një tavolinë shoqërinë civile, ministrit, korin diplomatik dhe të gjithë së bashku kemi punu edhe jemi sot ku jemi. Është bë amendamentimi i ligjit, janë kriju aktet në ligjore, edhe pastaj fatmirësisht që edhe qeverit pasuse
edhe presidentët pasues e kanë përkra. Mirë, po prej vitit 2014, deri në vitin 2018, ne nuk kemi fillu me aplikimet për pensione. Dhe më thonë, 4 vite nuk ka desht që ta shtyjnë procesin për me fillu me aplikacionet për pensione dhe për të gjitha beneficionet tjera që ligji ju mundëson të mbjetorëve të Linda, ti e kinë në detaje këtë punë, e dinë në detaje. Shka kërkon ti në emën këtyne bukuroshëve tona, motrave tona? Ne kërkojmë shumë. Se ti e din kërkesat e këtyne? Kërkesat, këto janë gjonat e cilat këto i meritojnë. Nuk ka nevoj për kërkes. Populli duhet më konë shumë syqel, që ti mos t'i stigmatizon, po nisem prej shoqërisë. Hajde për nalim të stigma. Shka ju thojnë, Linda? Ose në të folë flutra? Po, stigma Ju thëmë, disa jam na, u morën vesh. Pa qëtër. Se këto, gjdo emen që e thëmë, ka 600 një motër jona e dhënune, se janë 20.000 gra. Se janë 20.000 gra. Po. Prej 20.000 grave, janë vesh 2.000 lejmërume. 18.000. 18.000, gjysa prej tyve, mundën me vdek 1% e grave. Se janë konë ku, janë konë, mundën me vdek. Po? Okej, Zana, pse s'ki kallëzuti për veti? Pse ki majt ti 16, 17 vjetë, 18 vjetë? Se, arsyeja u konë, po janë njësën prej arsyes të parë. Ajde. Kërë familjartë. Unë e kom pas, besem, jam rritë me një shpi, ku baba u konë shumë e fështirë për neve. Edhe na asë një herë nuk jena gudzo me përmen ato që na ka ndodhë neve. Unë e jam me 3 motrat edhe nonën. 3 motrat dhe nune dhe nona. Ti 11 vjeqe je po? 11 vjeqe. Motrat tjera më të mdoja ka Më pat? të mdoja. Do më thënë, 11 vjeqare shikusë në shqiptarë është. Edhe s'kena gudzo kur me bëndë si temë, asë që u diskutu më përmen, kjo që na ka ndodhë neve. Ta se vjen koha që nea është zani jo ndikosh, edhe mujna më folë për vetën tonë, të paragjykojnë shumë. Besim të balë për balë për me edhe me shef do shenjë një përftyr që i kam. 2 sheja të mdhaj ka, njonin, 2 janë të mdhaj, njoni është i gjatë që kaq shikusë të ndëruar, edhe tjetri është kaq, me thikë. është qështu? Po, shumë e vërtet është. Edhe njonën, më kanë thonë që kemi majtë kujtim kryqin. Kemi majtë kujtim. E ka me thikë të bone kryq, që kanë thonë ti këto kemi majtë kujtim. Ju ka shëru pak, e ka bot veten organizmi i dërmuni saj, po prapshijet këtu, këmej, këtu. Pyetja e parë për njerëzve që e marë, që unë prejkë çdo herë gjithë. Edhe këto nuk muna me hjekë, se po të mojsha sot dhe kisha hjekë. Qa ki këto? Po nëse ndodh një gëzim në familje, apo një idhnim në familje, edhe unë bjem për herë të parë me pos kontakt si të ona e burrit edhe si të ona e familjes teme. E para pyetje që unë shtrem për tokë, bes, është qa ki këto në ftyrë. Po. Edhe ato nashtë jam me kritë vullnetin, nashtë jam që këpërojna jam të këcy një dorë, son, jam të nejtë shumë mirë, jam për qefit diko një bajran, pyetja që ma bajnë thonë që ki këto, edhe mu ato, për ato. A e din, a se din, a bojnë me qëllim, apo se e di? E dina që që kena Na para mama? gjykojna shumë. Na para gjykojna shumë. A me sa ka bo burri? Po, para gjykojna shumë. Loj para gjykimi kema. Nuk kena me dalë me ndimu dikosh, sa do një fjallë të vogël me ta thonë, sa do një fjallë pak të mirë me ta thonë, atjen me thonë, sa mirë po dokesh, jo drejt për drejt qa ki këto. Shka e plakësh, ha e prish veshtë në ftyrë, po për që ata... Po, ma presoni po vuj shumë rana vetës. Jo pas se s'pa vuj se sonte jetë shoki këto të vlau, bre. Jo pas sonte e të mas, që ku ki linden ato, na vish, pishajmë ata, a di kush ta bënë ashtu? Qa e meritojnë? Frikacaki, a i që zë konë gjendje me t'nimu, ty e 20.000 grave tjera. A i dënë mi mlu marrën e vetë, pa aftësin e vetë, që qarë lykin e vetë. Unë atë datë të kom dërzu, thash për njën a i ligë, thash se si më konë gjendje me të brojë. Shumë e vërtet se nësë kem pas faj. Kur nësë kem pas faj? Më thonë edhe fajtore i lojnë. Po. A din pse, se për mi hek fajnë për vetit, që shtashin fillim të misionit,
Mos ne jem keq kur s'ka mujt me kontribu për Kosovën. Vazhdoni me kontribu, se krejt e kena lind pitelashës. S'ku mujt me kontribu, e ku pas babën shpion, ta shkon du të bishajt patriotet e këti vendi. Vete kanë pas qef. Kanë pas qef vetë me undodhë. Ku ka qef një thminë në 10 vjeqarë. Që ma herë ta spjegu, më thash që nuk di që ka është dhona. Se ta është sa di din se është teknologjia, janë telefonat, janë krejtësenet. Në atëherë, s'kem pas as qa me veshë me madhë, jo me ditë që është dhona e këtu sene tjera, nuk i kena ditë absolut kur gjo. E thojnë jo vetë me qef e kanë bo, se s'të këshin prejkë. Thojnë, a? Po, shumë. Amon bre. Qito njona tona që e kanë rritë, që kanë vujtë, që e kanë majtë poplin, qito njona tona pas kanë pas bo me qefa. Nona tona... Me Serbina. Po, nona tona kanë vujtë. Se keni kundështu? Po, përgjigjet që janë më dopte që mund është më morë. Më të këshijat. është një gjë që për këtë po them që përpos institucioneve ne që nuk janë mjaftueshëm të fuqishme ose të forta për me përkrah këtë çështje aq sa duhet dhe sa ka nevojë, ne kemi edhe në shoqërinë tonë një stigmë e cila me të vërtet nuk po na la me ecë përpara. E fillove në fillim të misionin me mbulesën e fytyrës dhe trupit. Këto janë arsyet që nuk kemi të lirë. Në fillimet e punës sonë edhe ne kemi qenë të kërcënuar si organizatë. Edhe ju si Kam organizatë. qenë e kërcënuar personalisht, qoftë me telefonata, qoftë me mesazhe, që mos u merr me këtë punë. Kjo nuk ka ndodhur në vendin tonë. Kjo nuk ka ndodhur në Kosovë. Shqip, thëshin, a? Shqip, njerëz që kanë ardhur edhe në zyrat tona. Edhe kanë kërkuar dhe ju ka thonë edhe rrethit tim që thuaj që mos merret me një çështje të tillë. Për shkak se s'ka ndodhur. Për shkak se jam frigu që mos edhe në familjet e tyre ka ndodhur një gjë e tillë. Edhe ende ne jemi ata që themi që ne po i përkrahim të mbijetuarit e dhunës seksuale, mirë po shqyqyrë Zotit që s'na ka ndodhur në familjen tonë se i kishim mytë në dur tona. E kishim mytë të motra në une në këtu, a? Dhe më thonë, kjo është ajo që njerëz të shfaqen që jemi përkrahës, jemi empatik, mirë po në anën tjetër, shqyqyrë që s'm ka ndodhur në familjen tonë. Kështu që kjo është që ne kemi shumë nevojë si shoqëri, edhe më të vërtet falenderoj që na ftove në këtë emision pasi është shumë i shikuar, edhe populli ndoshta e ndin, e sheh edhe ka me zbut sa do pak gjykimin për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Okej, Lind, përbojmë si farë luhatje gjatë bisedës, jo të ndru shumë temën. Për thu që ndikojmë. Që te Adriana kemi ndiku, se për thate ku më qyrë në emisionin. Po musma ma mërmeneve që për ndikojmë, na për vazhdojmë mi bo. A ka ne kush që ndronë menena? Thot, që mëse ke që kam në isha për folina? Po, di pse ndikon. Se ti je shumë i sinqert në gjdo debat që e banë, në gjdo bised, në gjdo musafir, je i drejt për s'drejt. E ka njëri që thot, e pas në pas gabim, që një isha për thot, flutra dhe një Linda, ishallah. Po. Po në këmë gupi mytin, Linda. Më dërzu në korë. Ti e shpresa jonë tash për neve. A të bërëm ki gjithmonë. Pa ndikojmë të tjetë mes mjë shajt juve, mes mjë bo. Nëse të një njëri kena me ndiku, është sukses. Kam me ndiku të shumë njerëz. Po pra. Kam me ndiku të shumë njerëz. Besoj dhe shpresoj që kam me ndiku shumë të njerëz. Unë zona që është edhe qëllimi emisionit. Po. E këm pas emisionin në Radio Kosovë, Ramadani u konë, teknik muzikor, dhe ke vishë për qitë fjallë, na i fjallë të ishone, atë fishtë, sa na i Einstein, na i Laplace, Rudolf Anesan, dhe ke vishë për qitë fjallë, ja vlenë dhe ka krejtë emisioni sonte, se ja besha, danë, që jemi pra të pasë ndikim, shtu që i besoj dhe ati dhe ju. Ti e ke po ndikimin edhe vetë, kërë jetë aku me gra, me një numër matë madhë grave, që ne ishim edhe me personalitetës bashku, në atakim, edhe gratë ma tepër e kishin dëshirën edhe vullnetin me u taku me ty, se sa me figurat cilat ishin zbashku me ty. Po, ani kur thanë mas shumë, vish ti tha i besojme në Kosovë. Shka univa dhe qysh i kus të ndëruar, i madhë univa. Neve nuk ka nevojit shumë me punu për me ndërtu besimin.
edhe është hapi i parë, ndërtimi i besimit mes të mbijetuarit edhe organizatës ose profesionistëve të organizatës. Qasej Monikës mas pari... E ti qaq shpejt e ke fitu besimin, kështu që shihet që ndikimi jo të ashtu një. Srajune. Po. Se s'kam pikuj, tucat rajnë. Qasej Monikës i bënd fala shumë, a ki kontakt? Po, pa tjetër, ka marrë në Mars. Ku i bënd fala shumë që do një bina dhe në musafir, 3 fjell, Gjermanisht me përkthim shkon pak si ma me zërë emisioni, po në shej respekti dhe mirë njohje, shka ka bo për gratë tona. Ka bo për gratë e krejt botës. Krejt botës, po da halin i kem të na vla fukarat, se na solidarizohë me krejt botën. Po halin i kem të na. Që aty, që në qatë fotografi që aty që më konte Linda edhe Hajdin, me siguri Linda do një me i përmen, se edhe kjo ka kontributë ju. Hajde, Mina Qunmulaj, të dyat janë gratë të cilat kanë ndikim në botë edhe kanë ndiku, kanë jap një donacion për fuqizim ekonomik të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës. Për çfarë jemi shumë mirë njohëse, se fal këtyre donacioneve, diku i kanë ndihmu me rrit biznesin, diku i kanë ndihmu me lehtësu punën e biznesin aktual, mirë po kemi pas edhe raste ku gratë kanë hap bizneset të tyre prej zeros. Edhe sot ende vazhdojnë të punojnë. Kështu që shpesh një ndihmë shumë e vogël, një zgjatje e dorës, mundet me bo një punë shumë të madhe. Kështu që jam shumë falenderuese për të dy gratë që kanë jap një kontribut shumë të madh për të mbijetuar. Po, Hajdi Lushtaku, kemi pas të emision e dini që edhe Emina edhe Atifetja. Atifetja ku kam në orë, qika në emisionin, kopi mo, Atifet kur për bojmë me emisionin, po më trajnoj mo. është angazhune me angazhimet e sajt e din, mirë po në zemrën e sajt gjithmonë janë gratë të mbjetuara që t'ju ndihmojnë edhe. Allah zoti apo Edhe pikrisht është kjo që edhe Monikës, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. edhe me Interex, kam e bisedu mu kyç, vjeni mu, se kam raportet mija me Interex, edhe me Klan Kosova, Art Motion, shka do që keni nevoj, a keni kësi receiver aksis edhe që unë folin e më të tënë? Po, gjithmonë ka nevoj. Shka ju vynë për Klanit, kamera asen, shka ju vynë për oksigenit, edhe na kem kamera produksionin, ma të fuqishpin e kemi. Tani e kemi gjetë tjera në shtëpi sonë, Po. do ta kemi si shtëpinë e dytë. Që Linda nështë asem zabes, ti bile flutërëm zabes. Me Linda njemi rritë. Po hajde shëtisim pak në për foto, mas nej, nëse ti lihesh që do me na kalzun gjarjen, por nuk është qëllimi e din që ta unë e ki pasër. Po. Jo me përfitu së është kjo asë emisioni, mu bone, kështë përkaj, nëse më dalin, lëtëm dalin. Po. Nuk do unë e klikime pa qavra se në shaka bojtë dhe për Kosovë. Horizontet jesh i fort, mos dalin lëtë. Po ja dy herë më shkoj, po mirë më ka mona, se kja ftyrë kësaj për mje fuqi. Bravo. Unë i thash djemve pëse se më keni pru, hapa qëtësimit, po mos për bën me blene për Barnahone, kësti, pa recept. Barnahone. Barnatorës i thëmë Barnahone, omeltorës, omelhone, me po e gërë, që o ka kesh për këroshtja. Djema, i një mirë mërë? Apo moni, lapen e kemi matë likështu, së mundët mi përmbajt vetën, babika u për mirë, apo ju pisket pak në të borë matë fort? Jo, kine kam matë fort se sa unë. Jo, ti piskat ju se këta tutën. Unë kam i rëfën në histori që kam kanë tot mu, që është 11 vjetë. Nështë nuk më i krejt rëfimin se të marrë shumë kohë. Që do në thuje krejt? Po, ne kam i thonë ato që ka është ma... Mirë, për me qëtësun e ty. Po. Na ka ndëru një poete, unë e pikësho që vesh në ka ardhe në skinë. A bën, më kalon për shtype shumë aja poezi e saj. A do më po ti e fort mingu atë poezi, mas ne dojmë medalën rëfim tonë. Po. Që shkish qefti? Po, pa tjetër. Ha? Me knacin me Linda? këmonin. Shëku së ndëruar. Hajde Vlora Ademi, poete, e jona, që veç ftyrat ka zënë që ka qësi qika në Kosovë, qësi të mira. Nuk janë kretë, që shpër në përna bojnë si trand në kanë bojnë edhe në Kosovë, Vlorë. Kush bre, neve Ma në shajnë e pe bojnë, është në s'kena botuksa. A po dhe? A prosete që do mi vëdu botoks 3 atë pas ka nevoj, as njona s'ka vëdu. Vlorë falimderi që na e rre, kemi tem të ronë u gëzova që, e di që e harë, po u gëzova që të poshtë që hinë nderë. A ki fuqi me na thonë, aja poezin ka prej, fundi mund myti. Që shke? Ta shtregoj. A të muqën të Vlorë?
Ku për dërna kemi parashiku që atë, se dhe që kja thonjë në animon, kanë këtë botë njerës të mirë që s'janë gjendi me bo keq, ka disa njerës që shpirti i tyre në banë vetëm mirësi. Shikus të ndorë Vlora Ademi, është autore vetë kësaj poezis, i ka fundin, kur fundin, për thot, dhe zgjova, s'po bëni, bëni, special për juve dyjave. Shumë faleminderit. Unë, aja, i mlodha copat e trupit, një kane qosheve të ferit, bashk me pullat e këmishës, të e pyt vetën, që shme dalë dritës pra për para. Ula më praktodës me e lidh fatin nye, e malkova me loqë këtë shpirtit, nderin, pragun, uratat, ditën e martë, pritën o graj, e pjellën e nanës, pse më kish ba. Për herë të parë, urashën dëgjoj zotave, jo mje u lutë. Lutjet nuk kishin kuptim ma. Ka duhet me janis prap me jetu. Basi e greva me thoj, jap shteta balën tokës, dhe më dollën para, ta na qastit e lumtuna. U ktheva, e preka lëkurën me dorë, ende ishte e njomë. Veç pas kanë tentuë. Veç pas kanë tentuë me mlanë pa shtek, pa fran, pa emën, pa kunor. U qova, me flokë sinjum brenda natës e përpiva dhimbër me zarë, mbasi e pashën sy vrasin time si të pa dëshiruame. Një qëllim trije ashtrova vetës para dhe peshen arsye se ngarkova mbi shpatula. I shkunda gjumët e trishtimit prej trupit. Për nanën, për qikën, për motrën e 20.000 të tjera si on, dhe zgjodha me marë, ma të vështire nudhë, zgjodha me rnuë. Faleminderit dorë. Që kënë ato vashës, më mi thonë, zgjodha me marë ma të vështire nudhë, zgjodha me rnuë. E kom djetë që kjo është rruga ma e vështirë për kretë ato në lëkurën e cilave jam mundu me një vetën në një moment saktu. Nështa është ma e pakta që po mujtë me bo, po kjo është veç një moment kur mu më ka ardhë me dhonë diçka për to, edhe mi o të regu që edhe onë njëna njëtë si jo. Vlora ka një histori kështu në gjallë që thutë edhe këta ka buvë në vargje. Vlora, faleminderit shumë që erdhe sonte. Faleminderit juve që ma keni dhënë mundësi. Vlora atje në fishop veç për ty bukuroshe. Shumë faleminderit, Vlora. Këtë liber e kam në shkru për ty. Shumë faleminderit. Vlora, që lirë ishtë jepja, e majmë një Vlorën me kamerë. Faleminderit shumë, Vlora. Vlora, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kime në ardhën në emision. Që 10 vjetë të pritim kur po më thirë besi. Kjo 17 vjetë, s'ka folë për veti, se nga ka leju edhe më boj gore. Vlora, kime boj emision për shqip. Kjo është që e grus, pavarësisht që përjeton e njetë, prap se prap e gjenë forcën edhe kapët për një shpresë në shta shumë vogël për një fije edhe e ndërton një jetë rembi, diçka shumë tronë. Që është e kusënduar që si fjallë, kini në një emision kër të realizojmë me Vlorën, poete, po ja ka që zoti edhe zonin karakteristika, që përndo këtë ku për të dëgjoj disa poezi, si me një thishten, po gru. Aja me rënue unë i du ato. Që si emisionit do të mundohë me bo këtë sezon, sa ma shumë së shikus të ndëruar me kësi i gra e burat zotë pastor kësaj toke. Vlorë, faleminderit. Pafshim prap shpit. Natë mirë. Ha, Shqipe? Faleminderit shumë për saj. Edhe kjo është një mbështetje e jonja, që i bjetë dikuj në normal me full për neve.
Se parë edhe më herët thash, sa do pak një fjallë, se kjo shumë për neve, kjo shumë, po sa do pak dikush një fjallë, me ka njerës sa vlora, në kështë një jetë edhe i shumë bon, vetja, 100%. Ka si njerëz, kemi me gjetë, kemi me sjell, jo veç për rastet e dhunës, po çdo gjë që e ka atë kurorën e zezë në fjalës dhunë. Se ka edhe plot tjerë që mund me na kontribuën plot sene. Edhe ti mundesh me na kontribuë. Edhe ti mundesh me na vrejtje. Me sterë, shkruj, besim s'du më të pa asi qika mo në emision, shkruj, se unë i marrë kritikat e njerëzve të pastër. Ku ta pengon, ku ta sheqin dishka është kundër që saj toke. Pi sheqimi trollav si popull. Shumë vërdet. Shumë vërdet. Që s'pë moj, që s'pë na pranojnë që to kamera tërë e farfjetë, se isha klaq të folë, po i kena bu mi farë senzori për ta qeta jo vetë. Po pidit, ata kresh ka pjo thamë, po. Isha për zona ku pisha të kesha dhe atë ditë linë që najte me zyre, kem 5, 6, 7, 8 gra, sa është me rëndësi. është një temë shumë e ndishme, Po, e pa që ata përdu po e me kam luhat. prezencë, ato që më bara hatë, kështu, më një tamam mirë, edhe me spigu ato që unë kam e të thonë që tash... Që tash i me në thonë. Por, para se me në thonë, ka tale më në, a ka të një kusha? Jo. A ki vestu pulla? Jo, Linda, ki me dalë bu. E Linda, falendari për ka të shvojnë, qyre e flanza, u konë shumë e gaqë me Linda për gjithë shka, pa pim natën, që ma e-mailën, ha këto që mi foto. Po, gjdo herë Linda është e gaqme, me stafin e vetë, gjdo herë. Janë punëtorët pa lodhshme. Sa më la për shtypja aty në Medika atë dit, e po është një gru të dalë. E kështyra thjesht, jo me hullum të kështu, po shki kjo, pse kje, kemi do në Gjakov do që si gjithë, që rrinë të kështyrë. Edhe më la për shtypje, Linda ma spjegoj. Kontrola ginekologjike, në Medika Gjakova e bojnë të gjitha gratë që si kanë kushtet. Zdo më thonë, veç dhënunet. Edhe humanizm, edhe menqëri e këtime. Edhe hupat dyshimi, se ka gjina ju që rrinë. Me lulldilat të hongre. Dhe kjo, e ti ku e kone në kule, gjyshës. Shumë vërdet, shumë mirë. Bravo, Linda. Ku të thonë bravo, Linda, Kristofin tonë. Kristofi, kuptohet se Linda që ndronë bisupet e E kemi edhe djallë, bravo, si Newtoni që ka thonë. Jam i malë se kom qëndru në bisupet e gjikantve. Pikrish, se ata balafacohen në një teren qëtë. Milot thuot me emën e mbjemen, apo? Milot Vula, shoferi. Prej 99 që... Prej 99 që djallë besnik, djallë punëtor, si u zoni atje. është të këshyrë në regji live realizimin. Ka kësi djemë kësi qika? Shumë. Dhe mu më karon me punu shumë, me nejt me ta, Tështë jam ba si me kanë përbash të dojtë edhe besom që në sen është u mungojnë. Mësë me fur një kur shkurt, u mungojnë stafi tyve. Njona pe shoqeve tuja, dit, sa kena to 3-4 motra, që shken, e di unë e sajnë konë, po i bojmë pafe, asi, sa ku të më thojnë, kina mu taku, tha, ka 5-6 ditë, tha s'flejt i gzimi, që shëdoke. Shumë është e vërtit. Dhe adin qysh, kur shkojna na, bom pregaditum të anës, dhe si grup shkojna të Medika Gjakova, adin qysh shkojna me shfar vullneti, shkojna shumë shpejt, po kur shkojna ato dhe qysh na shkonora shumë shpejt. Ma se kush mu këthy? Po, kur mu këthy. Linde, gratë e Gjakovës shkojnë dikun tjetër. Po, është vendur të tyre, është në vullnetin e tyre, ku ato njën sigur, edhe ku njën ma mirë, po ju, kemi edhe na shumë gratë Gjakovës, kemi shumë gratë gjitha, po pa tjetër. Edhe prej rajonit ka vjen Kena prej gjithë Kosovës, edhe aty shkojnë. është ta me qenë ma korekt, prej gjitha rajoneve të Kosovës, ne kemi gratë cilat edhe burrat ashtit, cilve ne ju ofrojmë shërbimet, fillojmë me shërbimet individuale njëherë, edhe pastaj mas disa seancave i kryohen grupet. Seanca në grup është shumë ma efikase se sa individuale, pasi që shoqërohen, i ndajnë përvojat bashkë, edhe shojnë vetën që nuk jam vetëm, nuk ju ka ndodhë vetëm atyre. Edhe kjo ju ndihmon shumë. Pastaj mas 2-3 vjetë shërbime të rregullta, kryohen grupet vetë përkrahëse, të cilat edhe pa ndihmën tonë, pa psikologët, bashkohen, ndojnë halët e tyre, qeshin, qajnë së bashku, dhe normal, kur ka nevojë për ne, me ndihmën tonë. Atyre ne i orientojmë të sektori për fuqizim ekonomik.
Pasi e shohim që është proponu trauma deri në një shkollë, Bravo. në mënyrë që fuqizimi ekonomik do më thonë shumë për një gru. Është me të vërtet qoftë në familje, qoftë për rrethin ku jeton edhe për komunitetin. Se është më pavarur, është më fort, edhe është më fuqishme për me marrë vendime edhe brenda familjes Po, e saj. theksoj edhe Saranda tha që kur ja kum nis me punu, im nik shumë ma letë. Kështu që këto sektori ekonomik, ne në bazë të resurseve, pastaj që gratë i kanë, ne ju ofrojmë mundësinë për ngritjet kapaciteteve, qoftë trajnime, qoftë çfarë do që ato kanë nevojë, edhe pastaj ju japim pajisje, apo lënë të parë, po çfarë do që ato dëshirojnë të prodhojnë. Ne prej donacioneve. Prej donacioneve. Ne gjithmonë jemi ata që kërkojmë për të mbijetuar. Okej. Në mënyrë që të ju përmirësojmë jetën Edhe ju integrojmë njëmoni që nisja kësaj pune, nisja kësaj edhe pune. gjithmonë me trajnerin edhe me mentorim. Kemi shumë biznese, gra që kanë fitu bleta. Edhe punojnë me bleta dhe sot të shesin mjaltin. Mos harroj të cek që ne kemi dyqanin Gjakov, Po? ku ne i shesim produktet edhe të pundore edhe bujqësore. Mirë, a mujmë na mi përmen sonte që shquhet mjaltish, çdo produkt këtyne, edhe mi bona thirrje njerëzve që me shku mi blesi ju një moni qëtëne motrave tona. Dyqani është pikrisht është Medika Gjakova, dyqani. Okej. Edhe shet gjitha produktet, qoftë të pjesa bujqësore, ku janë produktet e qumshtit, bylmetit, edhe ajvara, turshia, dhe gjitha këto gjana që gratë janë i bëjnë në shtëpitë e tyre, ose edhe si grup. Mirë po kemi edhe grupin e pundores, edhe të artit, të cilat mblidhen në punëtorinë tonë, ku ne ju kemi kriju edhe një mundësi, e kemi një punëtori ku ato së bashku, ose edhe në mënyrë individuale punojnë, edhe kryojnë. I pam disa produkte që sa të bukra janë. Hajde që të në produktet Edhe prapë. ato i plasojmë treg, mirë po përpos dyqaneve që ne dhe në aeroport tani kemi hap një kënd, Okej. në aeroportin e Prishtinës, Krejt parët shkojnë. ku drejt për drejt shkojnë të gratë. Ne si organizat vetëm kryjmë shërbim. Okej, du më thonë, e bleu në mjaltin, Edhe qaja Parët pare shkon të shkojnë ajo në- gru e cila ka punu dhe është prodhu mjalti prej saj dhe familje saj. edhe prodhimet që i bën. Pundore, Kjo edhe shoqja jeme prodhimet këtu që i që i bën kemi. shoqja juaj, edhe gjitha çka bëhet prej grave, ne automatikisht të hollat shkojnë te gratë. Edhe kjo ju ka ndihmu shumë, edhe te pensionet për shembull. Po. Do të flasim ndoshta më vonë edhe Kur për dushin në temë, se aplikacione dhe kupton për se jemi pensione. shumë, sonte jemi shumë Ne të varrën dim që- edhe në emocion. Se unë jam vishtu për cilë këta, e shtim poezin, ma herë se e pata prashiku, se e pash që po lëviz, mirë jemi, po linë in vetë. Po, pa tjetër, si që tha më heret, edhe komuniteti, edhe kemi edhe rastet të grave të cilat ende familjet e tyre nuk e din çfarë ju ka ndodhur. Do më thonë, ka gru që vjen të ju, po familja vetë nuk e din. Nuk e din. Shka i thot Nuk e din familjes vetë? arsyn pse. Shka i thot familjes vetë? Po tashti ne merrem me traumën. Edhe ka pas shumë trauma gjatë luftës, qoftë humbjet, vrasjet e antarëve të familjes, djegjet. Ka pas mjaft trauma dhe vinë me një arsyetim në një traumë çfarë do që ju ka ndodhur, ose edhe Po. me arsyetimin që do të vizitojmë te ginekologu, ose po shkojmë trajnim për art, ose çfarë do justifikimi. Po, nuk- Ne kemi mendu që t'ju krijojmë një vend sigur të gjithë të mbijetuarve në të gjitha aspektet që ato munden me gjetë vetën. Kështu që ajo dhe ju ndihmon shumë edhe me përpunu traumën, edhe me qenë të gatshme që të punojnë dhe të realizojnë tyra. Në disa raste ku gratë ende familjet e tyre nuk e din pra çfarë ju ka ndodhur, edhe kanë fitu pensionin si e drejtë e tyre, si mu justifikua ato mjete. Edhe në disa raste, Të loshe mas të loshe. po pra, edhe në disa raste, punat që ne e bëjmë me sektorin ekonomik është një justifikim shumë i mirë i mjeteve edhe të pensionit. Dhe në shumë raste, pra po kthena, të fuqizimi ekonomik. Ka ndodhur që edhe statusi asaj gruaje në familje i ka ndryshuar. Për një gruaje e cila ka qenë ndoshta 15 vjet e mbyllur në dhomë të gjumit, edhe në kuzhinë, do ka qenë një relacion dhomë e gjumit kuzhinë,
Veç që aty ka jetu. Veç aty ka guxu me jetu. E antarë të tjerë familjes në këtë shpinë. Në këtë shpinë edhe në barë dhe në qytet. Njëjtën shtëpi. Njëjtën shtëpi. Pas fuqizimit saj, që është bo prej organizatës, thënë drejtën që me 2 vite e gjys, gati 3 vite nuk ka desht, që me bindat familje, që ne me hy edhe me ja ofru shërbimin bazik asaj gruje. Edhe më lejoni ta them që bukra e gjithë kësaj është djali i saj, i cili ka qenë adoleshent, kur ka fillu marrë në qytet, në shkollë të mecme, ka ardhur në zyrën tonë dhe ka kërku ndihmë. Me fjalën nënës ime i nevojitet ndihma juaj. Ka dita i për nonën, a? Po. Edhe kur e pysune ku e kuptove që na merrem në një çështje të tillë, tha që unë e kum pa në rrjetet sociale, edhe ka kërku mu taku personalisht me mu, jo me të tjerët, për shkak të besimit kuptohet. Edhe tha mos mendoni që i keni të lehtë me ardhur në familjen tonë, me u kyç në familjen tonë, ose me u qas familjes tonë. Dhe unë i tha, ne kemi strategjit tona, na lejo vish në trego ku. Edhe për 2 vite e gjys kemi tentu, nuk kemi mujt, s'kemi pas sukses. Gradualisht këshilluesit filluan që në për dritare me jap ndimen asaj gruaje. Në përmet dritares. Dhe mas 2 vite e gjys, gati 3, une në zyrën tonë e shani burë që vjen në zyrët e une. Dhe i tham, hajde urdhëna ulu, adin se u befasova kur e pash, që më kishin në zyrën time. Tha jo, tha erdha ju pash që jeni krejt gra dhe jeni shumë gra serioze, krejt për punajket edhe prej këti momenti reja jeme do vite jo. Edhe ka filluar gru më ardhë me i marrë shërbimet, besa që ka fillu me shërbimet individuale, pastaj kur është kyç në grup, filloj me fol aq shumë me nxerra që s'ka mujt për sa vite me asnjëri të vetëm me e fol. Sa që gratë tjera fillun me thonë që i filloj me na mërzit se veç kjo po fol. Po gradualisht me kohën ato fillun me intergru, edhe në grup, edhe pastaj ju ofrum mjeta për çfarë ajo kishte dëshirë të punonte. Tha që me Blet kisha provu më punu. Sot punon me Blet, më falni për emocionet, se gjithmonë edhe na që punojmë kemi emocionet tona. Punon me Blet. Edhe për këto? Sjell mjaltin, e shet mjaltin, realizon tyra, edhe thot kur unë mërzitem, edhe mbjen manë, unë dal veç që isha Blet të punu, edhe ato janë shërimi im më i madh. Sot ajo gru është në gjendje prej një mbyllje, prej një izolimi, është në gjendje që vjen vetë, e sjell mjaltin vetë, edhe gjithmonë thot, jo, s'ka nevojë më ardh ju me e marr, se e sjell unë vetë. Është në gjendje hyp në autobus, hyp në taksi, vjen e sjell mjaltin, kthehet në shtëpi vetë. Domethënë ky është një fuqizim ose një ndryshim i jetës së një gruaje. Edhe kjo është një motiv për mu si lind, edhe për gjithë shtafin e Medika Gjakovës, që kur qohëm mëngjes, dalim në zyre, ne e dim që kena mja përmirësu jetën qoftë dhe një njeri. E lene mo që kemi mira gra, 1.000 mbi 1.000 gra, që janë në databazën e Medika Gjakovës. E 2.000 në lajmëru në kretë Kosovë? Jenë lajmëru për të realizu statusin e pensionit. Qësh fillon aja thirrja e juve dyjave sonte për ato gra që e majnë mbrana? E qësë në kalzojnë? Që mbojnë mbrana vetës plagën. Që ato që sot je ma mirë se sa para vitit 2017. Se unë për të shoh që je mirë, nuk e di shikon para 2017 që po ma lumë tërë se sot s'ki pas shumë konë që atyre. Jo, kur. Sa dy kësha po në thirrje krejt grave, motrave tona, nanave tona. Mos më ndalu, mos më ndalë veten. E lej para gjykimet. Merre hapin të parin. Shka më po? është drejtov të një organizat. Shka më thonë? Medika Gjakova. Kur shkojsh ato, këto të presin me një zemërgjatësi shumë të madhe. Edhe janë isë këtër në bisedë lirë. Tovin shumë bisedë lirë, e kalon njëre atë temen ku ki me hi vetë për qa qëllimin që ti je shku.
Vesh le të marrin guximin. A ki mo atë flakën mrena ti mas i ki kalzu? Jo. Ta shie që tash shumë kesh fol, punon... Po, kesh e foli, rris familjen, kujdesna për familjen, nuk e kam atë flakën brenda vetës që kum pas shumë e kum vujt. Për këta ju tham falni, del falni, se jeni shumë atë zojat, edhe keni mu bash shumë atë zojat se sa unë si jam sot këtu drejt për drejt me ty. E para kësaj, shka fëllëshe vetë me veti, shka theshe, a theshe nëherë, që ti kalzej dikuj? Po. Jo. Që ti kalzej? Jo. Se gjithë në kanal kjo dëshimi, kanë më në paragjyku, kanë më në thonë, unë për vete po foli se nisha në kohën pa martu, edhe gjithë thëshëm, bane e ditë e dikosh edhin, janë këtë tonë të shumë agresiv, familjen ku unë jam rritë. Edhe thëshëm, kur vje koha unë martu, që është kena me thonë, që kena me thonë, edhin, gjithë je konë, që ki me thonë. Gjithë jetut, edhin me full, me thonë, me shprej. Po është e pak vish dhe i të merë shhapin e parë. Kështu që ju bajt thirrje, se shumë veta thujnë, kus jam dek, po jam gjallë. Po ato do të me thonë, shëqër që jam gjallë, me dëshmu, ato që në kanë ndodhë neve, se na nuk kem faj për asë një sekundë. E dhonë thamë për vetën, shëqër që jam gjallë, sot. Edhe bona zari shumë shuqëv mija, shumë nanav tona, shumë halav tona. Bona zani tyve, thamë shëqër që jem gjallë, e kem bje tu, ato që na kanë ndodhë neve, me ardhë koha me dëshmu para dikujna. Me ditë, bota që ka kem vujt në. Si popull përgjithsi. Si popull ka marrë përgjithsi. edhe barën e popullit vetë kjo. Po. Bravo, bre Flutër. Edhe për marrë barën e krejt modrav tona kosovari shqiptare. Që ato që na kanë ndodhë. Mësi ta për të thirin plot emna. Ata ku më thonë, nëherë son të emnin e vërtet, për zdi, e ma këtë thonë. Ka emna plote për plot tjerë që kemi thirë Behije, Nadire, Shipe, tri motrat e mija, shumë. që ta është thiran, tri motrat. Po. Motrat lindës, arta. Se me thonë 20.000 veta, nuk po folëm vesh për numra 20.000, po folëm për emna, 20.000 emra, 20 në bjetune. Shumica kanë dek edhe nuk kanë mujt me i thonë dikujnë ata që ju kanë ndodhë. Janë shkut vujtne, janë shkut hjekne, kanë vujt gjithë. Qashtu të kanë shku, qësh kanë vujt, të njetën. Se ma eret nana tura kanë vujt shumë. Shumë. Po foli, sidomos po foli për nanën teme. Nana jam u kanë shumë një groj vujtne. Shumë. Ka vujt si para lufte, edhe si mas lufte. Shumë ka vujt. Njëherë ka vujt me jetën e vetë. Me problemet në familje, ka vujt shumë. U bon lufta, e ndodhe që a i ndodhe ajo me qikat e veta, e vujte. E vujte edhe mas luftës, e vujte në luft, e vujte mas luftës. 4 qika, me pas dhunune, edhe plus vetë dhunune. A me këshur qikat, a me këshur vetë vetën. 3 motra dhe nonat dhe nun. 4... Për një antarit familjes. 4 motra dhe 3. 4 motra edhe nona. Po. Edhe pse, në atë pjesë që u konë që kam gratë me gjallarve, kam rjetë me gjallarve, kam të qikat me gjallarve që i në ka po të njëjtin vend. Asë një nuk lejmërohet. Nuk fol. Nuk full, se nuk gudzon. I ki pa që ka ndodhë, Gjithë. edhe ato ty, po ato s'pedin kush ato fol sonte. Ato nuk e din kush ato full. Po janë ato qikat e gjallarve, rjetë e gjallarve. Po ato kanë me ta njofë, mos ta njofshin zonin, kanë E me ta njohin njofë historinë. historinë, kanë me ta njofë logjike në sintaksin që Shumë folti, vërtet. e jetu ju një mu pra. Dije që jetu ju një mu sonte. Beson,
që e kum ba shumë e shumë. Këtu që jam marrë për balteje, me knatësinë më të madhen, po e kum ba për mi unimu shumë modrav tona. Me ka zonit tyve. Tash po ta lidhe këto. Që me qitë nuzë për pos kush jamon. Para një jave, po ta njerëz vdekje. Deq gruja Hoxhës. Para një jave i bjen na po gjerojmë 4 ditë ma herët se e shtun. Ja shiku së ndërojnë logaritni, para 10 ditë ka vdek gruja e Hoxhës, ata? Po. O ka ju ka i lajmërën ato kush jenë? A din sa ka vujt. E vujt për brenda vetës gjithë jetën, edhe po me atë vujtje shkoj. Edhe gruja Hoxhës ka qenë edhe nuna, a? Po. Me atë vujtje shkoj. Deq me atë vujtje. Jetoj me atë vujtje, shkoj me atë vujtje. Këto jemi ne që zguzoj me bazo. Që e shiku së ndërruesh që kemi pru gjendjen na, se ma vonë ka me nga spjegu krejt rastin që shka ndodhë, pra fajtojnë kryesor kush e ka shkak këtu këta. Por, edhe na rrugës do të me pas shumë kujdes. Kër jam taku me do njerëz, jashtë Kosovës, jeni në gjari edhe ju, kom thonë, ka mu bo qik janë, nëse bohet, zogu mu lëndu, skifteri me u denu e me u vra. Zogu është na që këto i shajim, motra tona, skifteri o Serbia që ka bo dam. Po. Bitin. Po. Tu më spas këto teren ku më u shfaq, nga për duhet më jam luson të ftyren, edhe më janë ndryshu zonin. Pse mes mi pa, tamën kush është. Pse mes mja pa edhe gjdo levizit ftyrës, edhe këta sy që për i flasin shumë, pse mes mja pa, sepse, kërë shojmë njesë në rrugë, thëmë, që kja, Po. 11 vjeqe, ka qenë kër i ka ndodhë rasti. Po. 11 vjeqe. A pe selon në këta me hi me kalzu shumë se na emocionot, ta është të ndrojtemi. Flokt, ku bi bon? Qërë bëhije. Në sonda eksplozivisht ta kemi thirë edhe Sarandën. Pse për ngut në mishti me kënu Sarandën me gjithë artistin Toni Lbjerin. Se edhe kjo është e ligë, po shumë e mirë, si një, po ligë shtohët. Stafiat për gjithësi ishin të mirë. Kajtjen për Dukatit. Vishun jam bakër. Ja. Saranda, ki fuqimi këtu? Se me najtë halo ma tepër, halo ligeshti të nxo. A artista, është okej, Saranda? A kemi thonë emisionin normal, mi bo? E nga bërë vesh që është to? Si për mush është tapë për dali. Normal e kemi. Që është farveshje? Vishë që, hajde më koroshe, që është farveshje? Special me ta nëru shqiptarin tome. Që? Shumë Që është faleminderit. shëvesh? Shumë faleminderit. Veshje ku jo kjo? Po të gurit. Ku je artista do marrë dhe te për hi unë në gitare. Kemi ma të mirë në botë. Hajde bukurash. Special. S'ka me farveshje special. Shqiptare që shje i thjesht. Ullën shkallë. Si zoj. Mikrofonin në tabi, Sarand? A e ka mund është bese ko kësë be? Hajde. Api jem fuqi? Pa tjetër, Uskati, kjo është për mu këto sonde. Special për ty në ardhë. Të them je lule, ti e ma e bukur. Të them je gonxhe, ta humbas freskina. Të them je lule, ti e ma e bukur. Të them je gonxhe, ta humbas freskina. Se ndo ti dua, ato dy sy qka ti bash falmi mua. Se do ti dua, unë për gjithmon. Se ndo
t'i dua, t'i dua, t'i dua. Ato dy sy qka ti vash falmi mua, se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, unë për gjithmonë. Na 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 na. Se ti zemrën time vasho ma ke marë, mos për kokën tënde, mos ma bëja tanë. Se ti në zemrën time vasho ma ke mos për kokën tënde, mos ma mbaj Marina. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sy qka ti vash falmi mua, se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, unë për gjithmonë. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sy qka ti vash falmi mua, se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, unë për gjithmonë. Mua! Special për ty Hyrije. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Artist, faleminderit, love jam. Që si mi pas ja 5 me si shpirti, edhe si ja 10, Bukrunel të ishim shku, edhe do, ka qësi si na ka 20-30. Ka, shumë. Hade imi të i lip dhe? Ka pra, hade t'i gjojmë. Këtu jenë. Hade i gjojmë. Saranda, Bukuroshe, Faleminderit shumë Saranda. Saranda Alia dhe Ilber Aslani. Qepe vi, artist. Ti nda, jeni okej? Po, Ai okej. po. Shumë interesant që kos të ndëruar me pa këtë ftyrë që e kam karshi, këtë shqiptarët tonen, ka vaj egzim e busqeshe e liri ka në ftyrë. U mas mje kish përshkru kamera, po ja që na vetë si popull si alevëm kësaj medalë me ftyrë. Është ashtu dhërata? Shumë e vërtet. Pauzë, Po. këthemi pasu. Se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy sy qka ti vash falmi mua.